Në punës policor nga Koçani dhe Shtipi nuk kanë vepruar sipas rregullave për masa për mbrojtje, vlerësojnë prokuria, e cila e zgjeroi hetimin për tragjedi në Koçan. Janë përfshirë 10 policë për veprime nga viti 2012 deri në vitin 2022. Një pjesë e tyre kryesisht janë ish kryeshefa dhe inspektor, të cilët deri te Ministria e Ekonomisë kanë pohuar se objekti posedon elaborate për mbrojtje nga zjarri dhe nuk ka pengesa për rendin publik dhe qetësi në trafik. Nuk kanë kryer kontroll të plot dhe të detajuar në lidhje me dhënien e pajtueshmërisë pozitive për dhënien e licencës për kabaren Puls në pjesën e sigurisë në trafik dhe rendin dhe qetësinë publike. Me dhënien e pajtueshmërisë të gjithë së bashku i kanë mundësuar personit juridik që të marrë licencë për kryerjen e veprimtarisë gastronomike dhe pse nuk i ka plotësuar kushtet e parapara. Prokuria ka kërkuar masa kujdesi për 7 nga 10 nëpunësit policor të dyshuar për shkak se 3 prej tyre tashmë janë në paraburgim. MPB po gjërmon pas një polici nga Shtipi i cili deri më tani nuk është i qasshëm për organet e rendit. Përndryshe, për aksionin mbrëm në intervistë për Telma, i pari informoi kryeprokurori Lupço Kocevski. Дека истрагата во моментов се проширува уште за 7 полициски службеници. Një pjesë e medjave, duke u thirrur në burime nga policia, këtë mëngjes publikuan se Kocevski në intervistë e ka komprometuar aksionin, andaj një polic ende po kërkohet. Megjithatë, MPB e mbrojti Kocevskin. Ministria e Punëve të Brendshme plotësisht i demanton dezinformatat e publikuara në një pjesë të portaleve, përgjoja pengimin e aksionit të djeshëm nga ana e kryeprokurorit Lupço Kocevski. Kryeprokurori theksoi se po shqyrtohet edhe çfarë sakt kanë bërë dhe çfarë veprimesh kanë ndërmarrë policët në diskotekën e Koçanit natën kur ka ndodhur ngjarja tragjike. Ata kanë qenë të pranishëm për shkak të aksionit për luftë kundër narkotikëve. Се уште јавното обвинителство прибавува докази зошто отишле, по чиј налог отишле и што превзеле и кога се случил пожарот. Më datë 19 të muajit të kaluar u arrestuan 7 nëpunës policor nga Shtipi dhe Koçani, ndërsa atyre u shqiptua masa e paraburgimit. Sipas prokurisë, ata janë të dyshuar se kanë nënshkruar dhe kanë dhënë mendim pozitiv për dhënien e licencës për punë kabares Puls, edhe pse fare nuk i ka plotësuar kushtet.